Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale prezantoi 14 shërbime të reja sociale të dedikuara për fëmijët dhe nënat në nevojë, fëmijët dhe të rriturit me aftësi ndryshe, të moshuarit, gratë dhe vajzat viktima të dhunës, si dhe për fëmijët pa kujdes prindëror. I pranishëm në këtë aktivitet, Kryeministri Edi Rama theksoi se sot Shqipëria mbështet në mënyrë të organizuar rreth 65.000 individ përmes një rrjeti institucionesh dhe shërbimesh në nivel qendror dhe vendor. Buxheti është gjithmonë më domethënës. Është 17% më i lartë këtë vit se sa vitin e shkuar, por buxheti nuk është e gjitha dhe nuk i thot dhe as i zgjidh dot të gjitha. Kështu që për këtë arsye na duhet që këtë proces decentralizimi ta thellojmë, ta bëjmë më të konsoliduar dhe në ndërkohë të rrisim patjetër edhe cilësinë e jetës nën strehet e kujdesit. Ne kemi nisur një proces në Tiranë me transformimin e kushteve për jetimoren e famshme, shtëpinë e përkujdesjes për fëmijët Zubra Dhullin në një fshat të përkujdesjes brenda qytetit natyrisht. Dhe me këtë frym është mirë që të shohim me bashkitë edhe të tjera mundësi për të krijuar hapësira komunitare të rëndësishme nga pamja e kushteve dhe cilësisë. Nga ana e tij, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, u shpreh se mbështetja e BE-s për mbrojtjen sociale në Shqipëri është nga më të lartat në Ballkanin Perëndimor. Ne po investojmë më shumë se 100 milion euro me anën e projekteve BE-ja për gjithëpërfshirjen sociale dhe BE-ja për punësimin dhe gjithëpërfshirjen sociale. Gjithashtu, këto plotësohen gjymëtej edhe me anën e planit të rritjes të BE-s, me anë të cilës Shqipëria ka marrë 100 milion euro për të mbështetur zhvillimet e kapitalit njerëzor. Ne kemi mbështetur 41 bashki për të krijuar planet e tyre vendore sociale për të ndihmuar që të krijojnë më mirë pra përgjigje dhe reagimet e duhura për nevojat që ato kanë analizuar. Duhet të ketë një harmonizim të mëtejshëm të legjislacionit shqiptar me atë të BE-s dhe me standardet e BE-s. Shqipëria mund të frymëzohet nga debatet që ndodhin në BE. Harmonizimi i legjislacionit në BE-s është i rëndësishëm, por nuk mjafton në vetvete pa zbatimin e legjislacionit. Pra duhet të ketë zbatim efektiv që kërkon buxhete, kërkon burimet e duhura njerëzore, kërkon sisteme të forta të përkujdesjes. Risia më e rëndësishme e këtij procesi është thrirrja e shërbimeve në nivelin vendor dhe përfshirja aktive e bashkive si një garanci për qëndrueshmërinë dhe eficiencën e tyre.